Unë besoj që të gjithë jemi shqiptar, thjesht në mënyrë administrative jemi të atashuar, dikush në Republikën e Shqipërisë, dikush në Republikën e Kosovës, dikush në Republikën e Maqedonisë Veriut, dikush në Republikën e Malitëzi, pastaj në Republikën e Serbisë, po të gjithë ne jemi shqiptar. Dhe unë besoj termi më i saktë do të ishte pra më shqip, fjala shqip, e fjalës patriot është adhe dashuri. Pra sa e duam ne adhe to. Pra adhe dashuria është fjala që i përkon në Shqipë, se fjala patriot nuk kam qenë emigrant në Greqi dhe ke përsysh grekët i thon patridha, se nga greqishtja e vjetër vjen patria, kështu ka ardhur fjala. Po unë besoj që fjala shqipe është një fjalë shumë signifikative që përfshin gjithçka brenda. Pra adhe dashuri për adheu. Dhe besoj kjo është ajo fjala që i përshtatet më mirë. Gjithsesi mendoj që shqiptarët janë e duan adheun e tyre, janë adhe dashës, e kanë adhe dashurinë jo pak të shprehur. Ne anojmë në fakt më tepër nga adhe dashuria sesa nga termi tjetër që është termi kombëtar apo nacionalist. Pra ne nuk jemi shumë nacionalist, por jemi më tepër adhe dashës. Duam adheun tonë, duam simbolet tona kombëtare, duam si them kulturën e përbashkët që kemi, historinë e përbashkët që kemi, sepse kjo në fundit përbën adheun dhe përbën grupin apo etnin e cila njësohet me adheun. Ne edhe për shkak të historisë që kemi kaluar, pra keni parasysh që ne jemi një kombë i vjetër, nga më të vjetrit në Europë, por për fatin tonë të keq që kemi krijuar shumë vonë shtetin tonë dhe kjo ka ndikuar pastaj që ne kemi qenë pjesë her pas here e sulmeve, e pushtimeve dhe kjo dashur pa dashur ka përforcuar atë ndjenjën e dashurisë ndaj adheut, ndaj popullit të cilët i përket, ndaj gjuhës që ne flasim. Shiko, më ka qelluar për shkak të punës të jem në cepa të ndryshëm të planetit. Por kur dëgjoja dikën që fliste shqip, ose kur unë flisja me një adhetarin tim dhe shikoja reagimin atyre rreth rrotull, që duke i çuditshme, ne flisim në një gjuhë që ata se njihnin. Pra ne komunikonim, gjuha jonë është një gjuhë si them është intensive në komunikim. Pra shikoja që u tërhiqte vëmendje, por nuk arrit do ta kuptonin dhe aty më dukej sikur kishim një armë më shumë në këtë botën e madhe ku operon njerëzimi sot. Megjithatë mendoj që shqiptarët duhet ta anojnë më tepër nga adhe dashuria, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi një shprehje në Shqipëri që e përdorim shpesh që adheu fillon te pragu i shtëpisë. Pra, çdo prag shtëpie është adheu yt. Pra, dhe së pari duke i shërbyer familjes, duke i shërbyer banesës tënde, shtëpisë tënde, fisit tënd, ti ke bërë një hap përpara duke përmirësuar adheun tënd, vendin ku ti jeton. Pastaj simbolika që kanë më falë diçka kam. Simbolika që na ardhur kohët e fundit për shkak të pozicionit ku ne ndodhim gjeostrategjik në këto momente, betejën që kemi me botën slave, luftën që kemi në jug me helenët, pra me grekët, e kanë bërë her pas here e theksojnë të ndjenjën e patriotizmit apo të dashurisë. Ne duhet jemi të kujdesshëm që mos kalojmë në atë që quhet ekstra nacionalizëm, sepse ajo nuk është se na shërben shumë, më tepër na shërben kjo pjesa e adhe dashurisë. Kjo duhet të jetë tek ne, duhet të jetë fryma kryesore që na mban në këmbë dhe që na mban bashkë të gjithëve. Nëse shumë pyetje të tjera për ju, por po kalojmë pak në studio ndërkohë jeni i lirë kurdo që e shihni të nevojshme për të lidhur në debat. Ju presim, kështu që qëndroni në linjë, ju lutem. Do të marrim mendimin edhe të Gjulit dhe të Naimit, nga ajo që dëgjuat, por edhe nga ajo që ju si e shihni patriotizmin dhe atë dashurinë, siç u tha. Si e ndjeni ju? Do thotë të gjitha që u than ishin korrekt sipas meje dhe e ndjej që patriotizmi fillon nga djepi që e përkundum, se djepi është një diçka që ne e kemi me shekujt tonë edhe pse kemi diasporë shumë të madhe, akoma traditat i mbojmë edhe
kam dëshirë që ti alojmë brezave tjerëve që na vinë bas neve dhe trashëgojmë që to gjëra që i kemi me vlerë. Ajo gjuha që është gjëja më e rëndësishme se për këtë janë bërë të gjithë do thot luftrat, definitivisht vendi ku ne jemi, do thot që është Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi e deri në Dallmaci. E kështu me radhë, kështu që për mua është shumë e rëndësishme që rinia sot dhe ne ku jetojmë mi kultivu këtu gjonat e vlefshme që brezat pra neve kanë luftu që na sot me fol gjuhën shqipe shlirë, kudo që shkojnë në për botës, si që tha para folë se para meje, edhe definitivisht do thot thjesht me kon mi vlerësu ato gjona që na i kemi sot. Që mi janis nga traditat, vlerat, monumentet e tona, e të tjere, e të tjere. Definitivist shifet edhe në për, kur kemi, që shikojmë futbolin e Shqipërisë të Kosovës, gjithashtu kemi në për politikë që përmendet, e të tjere, e të tjere. Kështu më mendoj që patriotizmi ose me dosht atë dhejën, si që tha, atë dashuria fillon që ndjep e përfundon deri sa shkon në varr. E unë këtë e tham gjithmonë që si pas statistikave, se gjithmonë kam që me përmen statistikat, 3 nacionalitetet më shumë të që qojnë të holla në vendlindjen e vetë diaspora, është e para është Jewish, jehudit, e dyta është vietnamis, e treta është Albanian, shqiptarët. E kështu që nëse shikon këton, kjo të regon që na vërtet i duam njerëzit e tonë, e duam na unë mendoj që kjo është diçka që na e duhen adhenë, sepse ti mos me dosh nuk çon lek atje. As mos me dosh një person nuk shkon mi bot traditat dhe vlerat mi mojt midis Finlandës ose midis Australisë që valvitet flamuri ku që zën dars ma tyve, se ne jemi shqiptar. Kjo është ajo kush jemi. Po për kuntrazi, unë nuk mendoj se shqiptarët janë shumë patriot. Unë besoj se shqiptarët jetojnë në iluzionin e patriotizmit, po nuk janë patriot. Shqiptarët janë një shoqëri e polarizuar, janë të ndarë, janë të përçarë dhe vazhdimisht shihen arsye për të ndarë dhe për të përçarë. Brenda ojtë tonë, brenda ojtë që e kemi ne. Kemi ndarjet mes Kosovës dhe Shqipërisë që është shumë e dëmshme, sidomos për ne shqiptarët e Maqedonisë. Ne shqiptarët e Maqedonisë kemi bërë shumë dëm shembull tek shqiptarët ortodoks të Maqedonisë që janë një komunitet në zhdukje. Dikur para 100 vjetëve ka pas diku mbi 300.000 shqiptarë ortodoks. Edhe sot janë asimiluar të gjithë në Maqedonë, dhe kjo nuk është as pak patriotizëm. Ne patriotizmin e marrim vetëm në periudha ku shohim se nuk kemi rrugdalje tjetër. Dhe atëherë aktivizojmë ato ndjenjat patriotike tona, se ne jemi të fuqishëm, ne jemi fuqi e botës, ne pretendojmë të marrim botën, në fakt s'kemi marrë asnjë asgjë. Në luftën e dytë botërore dalim humbës. Kosova shiqur fitoi betejën me kundrejt Serbisë, por është duke u humbur një betejë politike kundrejt identitetit kombëtar, edhe pse disa filozof, ideolog sot të Republikës së Kosovës janë larg ideologjisë apo idesë të formimit të kombësisë shqiptare që kanë pas banorët shqiptarë të Kosovës, si dikur që ka për shembull Sulejman Vokshi, Imer Prizreni, po edhe vetë Adem Jashari, ai luftoi për identitetin shqiptar, nuk luftoi për ndonjë lloj identiteti tjetër. Dhe gjithë etrit ton, etrit të më thënë të kombit ton, ne i trajtojmë çdo ditë, i trajtojmë vlera, i trajtojmë parime, i trajtojmë në ndërtimin e shteteve, i trajtojmë në retorikën që ndërtojmë, i trajtojmë në veprimet që bëjmë. Edhe pastaj fshihemi pas atij iluzionit që e ndërtojmë mbi patriotizmin ton të rrejshëm. Ne jemi as pak patriot, mendoj. Po që jemi patriot të rrejshëm nëse? Mendoj se jemi patriot të rrejshëm. Nëse do të ishim patriot të real, do të ndalonim të akuzuarit të tjerët dhe do fillonim të ndërtonim shtetet tona, komunitetet tona, shoqërinë tonë, do të zhvillonim shoqërinë tonë. Nuk do përçanim. Dhe më thënë, format e para të përçarit që vjen tregojnë se nuk kemi unitar. Unitarizmi nuk është ndjesi e patriotizmit. Nuk ndërlidhet me patriotizmin.